atë nivel që ka këneta, me ato mustaqe që ka kujtimi, absolutisht e meriton. Ndërkohë që Dash Sula, i madhi Dash Sula që nuk ka lënë gjë pa bërë për ta kap një vend në tribunën VIP, u la jashtë. U la në det të hapur. U la në det të hapur dhe me sa unë mora vesh, u aratis. U aratis sepse nuk e përballoi dot këtë poshtrim që i bëri Këneta dhe vazhdon të besoj ama që Shqipëria bëhet. Dash Sula. U fut të Shqipëria bëhet. Por në fund të ditës, Dash Sula thuaj qatë duash, po është gjeldeti i peqinit dhe nuk pajtohet dot Këneta me të. Se është i parasysh ato pupla dhe mdhaja, papajtueshmëria me ujin e Kënetës,